Jeni gati? Atëherë të nderuara media, sot më 12 qershor, në ditën e çlirimit, jemi këtu në Prekaz, në vendin ku filloi gjithçka. Nuk ka 12 qershor pa marsin e vitit 1998, nuk ka 12 qershor pa qëndresën e komandantit Adem Jashari, Hamzës Shabanit dhe të mbi 50 anëtarëve të familjes Jashari, të cilët ranë dhe nuk u dorëzuan asnjëherë. Ata nuk mbrojtën vetëm pragun e shtëpisë, ata mbrojtën tokën e të parëve tanë, që ishte, është dhe do t'jetë për herë e shqiptarëve. Ata mbrojtën idenë që populli ynë nuk mposhtet asnjëherë. Sakrifica e tyre u bë themeli mbi të cilin qëndroi ushtria çlirimtare e Kosovës dhe Republika jon e lirë. Prandaj çdo gëzim i kësaj feste fillon pikërisht këtu, pranë këtyre vareve. Diria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre, që Kosovën tonë, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë. Lavdi komandantit Adem Jashari, lavdi familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Më lejoni që para se ta merr fjalën kryeministri, që uroj edhe juve, gazetarëve, mediave, ditën e çlirimit e përmes juve edhe gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe shqiptarëve kudo që janë ata. Faleminderit. Sikurse për çdo vit, edhe si vjet me 12 qershor, vim këtu si krerë të institucioneve në Prekaz, në këtë kryeqytet të kryengritjes bashkëkohore të popullit shqiptar, që shënon edhe vendin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, meqense me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, 3 brezat të Jasharëve qëndruan, luftuan dhe u sakrifikuan për lirinë e popullit tonë, për bashkim, për shtet dhe për pavarësi. Beteja epike e Jasharëve, e Basës Shaban, me dy djemtë e tij Hamzën e Ademin, me gratë e tyre Zahidën e Zarifën, Feridën e Adilën dhe me të gjithë të tjerët të cilët nuk u nënshtruan për asnjë moment, është sot në thelb të historisë së popullit tonë dhe atë jo vetëm si Kosovë e si Republikë Demokratike, por njëkohësisht edhe si kombë shqiptar, në kuptimin e shqiptarëve kudo që ata janë dhe në kuptimin e shtrirjes përtej së tashmes, pra nga e kaluara e lashtë e deri në të ardhmen, kur, si thot edhe himni kombëtar shqiptar, ne do të rrojmë. Prandaj, duke u kthyer e rikthyer këtu, duke kujtuar e përkujtuar flijimin e Jasharëve, ne më së miri i qëndrojmë besnik çlirimit dhe emancipimit, pavarësisë dhe bashkimit, zhvillimit dhe progresit. Lavdi Jasharëve dhe gjithë dëshmorëve të kombit, gëzuar dita e çlirimit të Kosovës 12 qershor. Kryeministër,